A është kjo frika më e madhe e shqipe njeriut që të humbas prindit e tij në këtë botë? Po, më thonë, unë e kam përjetu një lloj ankthi dhe para saj tikte. Pra po tham nga fakti që i kam po gjitha analizat, si cila që vinte më keq se tjetra. Mjekët kanë komunikuar shumë hapur me mua, duke spjeguar se është e vështirë, ndonë se ata mundohen me një gjumë të butë me ta dhonë lajmin, por momentin që thonë që është shumë problem, ose në momentin që thonë Shqipe duhesh me u pajtu, sepse kjo ishte zakonisht sa bisedona me secilin prej mjekëve që i shite rezultatet e analizave apo që e vrente, thoshte Shqipe duhet me u pajtu. Dhe në momentin që thotë duhet me u pajtu, e din që nuk po t'jep shpresë më. Dhe ndoshta në atë kohë e kam pas më të vështirë se jam mundu mos me ju tregu antarëve tjerë, as nanës edhe deri vonë as vëllezërve të mi, as motrës. Se mendoja që duke mos i tregu ajo s'po bëhet, s'po ndodh. Përderisa unë si natyrë jam shumë optimiste dhe nuk besoj në mrekulli, por prap t'i thu hajtë se barem edhe një vit. Prognoza natyrisht për babën s'ishte e mirë, por shpresoja që paktën madje edhe disa muj. Por kur i kaloj neshtra dhe filloj me u përkecu gjendja, tani në retrospektiv mendoj që ndoshta Zoti e ka dashur se nuk e kalon me vujt shumë. Pasi metastazoj edhe në organe tjera, gjendja u përkecu shumë ma shpejt. Dhe 10 ditë i ka pas kështu vështira, kritike që ka nejnë në spital me oksigjen. Për ndryshe para kësaj, sidomos pas operacionit, të dytë, kur ju lehtësuan edhe dhimbjet, e ka pas një periudhë kur disa nga familjarëve tanë madje ju ngjall shpresa, se ndoshta nga që edhe se nuk e dinin saktësisht gjithë rezultatin e analizave, se ai po përmirësohej. Baba ka qenë edhe më herët shumë smut para 4 viteve, ka pas një operacion goxha të vështirë në mushkëri, ku në atë kohë dyshoj se mos ishte kancer, edhe ai e telkaloi me shumë sukses edhe jetoi edhe 4 vite më shumë, kur atëherë gjithë kemi pas frikë se ajo ishte gjendja tij kritike. Dhe njerëzit mendonin se hajtë se e te kalon, ajo shumë i fortë te kalon, por kësaj herës s'ishte ashtu.